Starton këtu Dugagjini përballë Prishtinës së Re. Luftë e gjatë në pret, 3 pikët janë shumë të rëndësishme. Rasti këtu Zylfi, ky top në zonë. Dardan Morina ka penalti po. 11 metrash për Dugagjini që u rozua në zonë dhe u përplas me kundërshtarin. Nuk ka penalti për Dugagjinin. Isufi ka hapësirë për të djenit. Isufi vjen goditja rrezikshme jashtë. Zeqiri futet në zonë, ka të vështirë të bëj diçka të mundur këtu. Baholli, rasti Baholli me goditjen jashtë. Luftë e madhe për topin, Prishtina Re në posedim, Baholli, goditja shkon jashtë e rrezikshme nga Endrit Baholli. Enarkimi nga Hugo, rasti këtu qohim, transversale shpëton Prishtina Re e pabesueshme. Rasti këtu Patrik Eze mund të përfitoj Prishtina Re. Eze me goditjen dhe gol. Arrin të shënoj mysafira, topi kthehet. Dhe Toni Gomez e dërgon në rjet. 0-1 rezultati, minuta 65 e duelit. Goditja forte Patrik. Eliasan Zylfi, Mërkim Pevqeli. Vjen arkimi ti, rrezik plana këtu, rasti dhe 1-1 rezultati. Arrin të shënoj Dugagjini. Përsëri super zëvendësues. Mrekullisht që mban topin e posetim Mërlaku tani. Ka një të djathtë me të vërtet fantastike. Dhe ishte afër të shënonte një super gol. Pasimi gjatë i tij drejt Pevqelit, afër është Mërlaku, mirë ulë topi Mërlaku tani, Mërlaku me goditjen. Toni Gomez, harkimi ti, Omos Dadet, mirë lëviz, Dadet, goditja, intervenon Margono. 1-1 rezultati. Çfarë?